i opozitës. Së dyti, zëvendës ministri përgjegjës na dha disa shifra për prodhim të energjisë nga këto tecet. Uroj, dhe këto e kam të sinqert, mos kesh firmos një gjë ato procedurat, e uroj me zemër këto, të mbajmë përgjithësi ato që e kam bërë, dhe do doja shumë që ju t'i shmangeshit çdo komenti, se sa po thatë, ka prodhuar kaq kilovat, në fakt po ta llogarisësh, shifra që ju thatë korespondon me 36 orë energji elektrike për qytetin e Tiranës. Pra ato kanë prodhuar gjithsej, aq sa çka nevojë në një ditë e gjysmë qyteti i Tiranës. Ndërkohë që ne paguajmë milionat e eurove për t'i mbajt ata në Shqipëri. A është e vërtet që shifra që dhat 90.000 sa thatë është e barazvleshme 36 orë nevoja që ka qyteti i Tiranës për furnizim me energji elektrike. Dhe nëse këto tecet do t'ishin të domosdoshme dhe në ndihmë furnizimit me energji të Republikës së Shqipërisë, a mund na thoni pse keni harxuar vetëm në 10 muajt e vitit 2025 230 milion euro për të blerë energji. Madje për të blerë energji jashtë burse, dhe pse keni detyrim për të blerë energji brenda bursës. Por nuk zbatoni as ligjin. Zoti Bardhi, kjo është për 2025. Jo, kjo është për 2026, sepse ka kërkuar. Keni zë buxheti për këtë në 2026, kjo do të ishte pyetja. Atëherë le të japim përgjigje. Më fal, un po them. Zonja kryetare, kur unë të analizoj buxhetin që po japim për të paguar tecet në 2026, do bëj një analizë për çka kanë shërbyer në 2025-ën. Se na I kemi dhënë lekët kot në 2025-ën dhe do vazhdojmë të japim po kot në 2026-ën, sepse zëvendës ministri na tha kanë prodhuar energji. Tani shqiptarët do duhet ta kuptojnë që ne kemi paguar 80 milion euro për të prodhuar në një vit e gjys 36 orë energji elektrike për Tiranën. Morën për emergjencë kombëtare. Po. Pra paguajnë 80 milion euro deri tani, ka shkuar fatura për 36 orë energji për Tiranën. Dhe I thash zëvendës ministri uroj mos ketë firmos, se dhe aty është një histori e ngjashme me ato që kemi parë. Kompania ka deklaruar që është fituese një tenderi. Na duhen të dhënat e buxhetit dhe jo histori. Kështu që të lutem. Ai I marr shënim dhe do t'japi përgjigje. Ke pyetje tjetër I nderuar? Po dakor, shkojmë tek pyetjet. Po jo te histori që s'janë as pak fokus e kësaj. Kolegun zonja kryetare ndërpret se thatë po thyeni se përdori një term. Jo histori do bëjmë ne se ne do bëjmë histori, do flasim për pyetje, që të kapim mundësi dhe për përgjigje. Zonja kryetare, më fal, po ju e keni shumë të lehtë të financoni, të votoni për të financuar projekte korruptive. Ne nuk e kemi të lehtë. Ne nuk e kemi ofendim për kë? Ofendim për kë? Jo, mund ta ke po, sa kohë doni historik, pra. Jo, nuk të ofendoja. Shiko tani, ne nuk do shkojmë në diskutime tjera. Zoti Bardhi, I bët të pyetje, ju lutem. Fokusoni. Jo, nuk duam histori bëhen në organet tjera. Këtu bëhen pyetje për buxhetin. Bëhen pyetje për buxhetin, jepni mundësi